Fëmijët me ndjeshmëri të lartë, çfarë duhet të dinë prindrit? Ky video është thelbësor. Dhe jo më kot e zgjodha këtë temë para disa ditësh, isha duke parë televizor. Vajza ime vogël, 5 vjeçe, po luante mbi tapet. Ndërkohë që unë po shikoja filmin, përhumbim në mendimet e mia. Vajza më shikon 1 herë, 2 herë, 3 herë dhe më pyet: "Mami, çfarë po mendon?" Shtanga. U habita. Thash me veten time, si ka mundësi që një fëmijë 5 vjeç arrin të hyjë në mendjen time dhe të kuptoj që unë jam përhumbur në mendimet e mia. Dhe këta janë fëmijët e mbindjeshëm. Ata që ndjejnë gjithçka, jetojnë gjithçka, përjetojnë gjithçka, vëzhgojnë gjithçka dhe shpesh herë prindrit i keq kuptojnë. Keq kuptojnë reagimet e tyre, se si flasin, se si qëndrojnë, se si tërhiqen, se si fshihen ndoshta, etj. Pra, ky video është një qartësi dhe një ndërgjegjësim për të gjithë ata që kanë fëmijë, por për të gjithë ata që punojnë me fëmijët, siç janë mësuesit, punonjësit social, psikologët, etj. Do e shikojmë shkurtimisht bashk çfarë është hiperndjeshmëria ose hipersensibiliteti. Është një tipar i lindur i personalitetit, pra nuk është një zhregullim, nuk është një problem, por shpesh herë këta persona ndjejnë botën aq shumë sa që në një lloj forme dëmtohen nga kjo mbindjeshmëri. Dakor? Pse? Sepse gjithçka që i rrethon e shikojnë më thellë, më fort, më ndjeshëm se të tjerët. Dhe gati 15 deri në 20% e fëmijëve lindin me këtë tipar. Dhe shpesh herë keq kuptohen, i shikojnë si të turpshëm, si emocional, si fëmijë të vështirë, si fëmijë të brisht, si fëmijë të dobët, kur në të vërtetë ata nuk kanë asgjë tjetër përveç se një sistem nervor shumë të sofistikuar, të ndjeshëm, që përpunon çdo informacion, çdo detaj, çdo emocion. Dakor? Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që këta fëmijë gjithçka e vënë re, edhe atë që ju nuk vini re. Vënë re se si ju flisni, tonin e zërit, fytyrat, tensionet, ndryshimet, energjinë, aromat, zhurmat. Pra nuk janë të dobët, janë hipervigjilent. Okej? Dhe janë fëmijë që japin emocione. Dhe shpeshherë janë emocionalisht inteligjent. Ndoshta dhe më shumë se prindrit. Mos u habisni. Tashmë fëmijët po na sfidojnë në çdo këndvështrim. Por pse duhet ta dinë prindrit këtë informacion? Për disa arsye. 1, për të shmangur keq interpretimet. Shpesh herë prindrit tremben kur fëmia i tyre reagon në një mënyrë çuditshme. Ndoshta janë të mbyllur, ndoshta janë nervoz, ndoshta janë të turpshëm. Kjo ndodh sepse ata i përpunojnë informacionet më thellë se ne. Prindrit duhet i përshtaten një stili edukimi nëse fëmia i tyre është i mbindjeshëm. Pse ndodh kjo? Sepse ata kanë nevojë për një qasje më të butë, më shpjeguese, kanë nevojë për më shumë strukturë. Janë fëmijë që duke i dënuar, duke i bërë presion, duke i bërtitur, dëmtohen. Tani do thonë ju doktoresh të gjithë fëmijët do dëmtoheshin, është e vërtetë? Por kur flasim për fëmijë që ndjejnë më shumë se ç'duhet, ndoshta edhe më shumë se ç'do dëshironin ata, duhet pak më shumë kujdes dhe mbi të gjitha më shumë durim. Okej? Vetbesimi i tyre është lehtë i cënueshëm. Pse? Sepse për të tjerët këta fëmijë janë gjithmonë tepër, janë shumë. Shumë i turpshëm, shumë i mbyllur, shumë i tërhequr, etj. Në një lloj forme ne i cënojmë identitetin emocional që ata kanë. Dhe prandaj duhet kujdes. Unë ju thash që do bëjmë një test pak më vonë, por kam të rëndësishme t'ju shpjegoj një detaj. Nuk duhet të trembeni, por fakt është që personat e mbindjeshëm, ne kemi të bëjmë dita sot me adultët, me të mëdhenjt.
me ata që janë mbi 18 vjeç. Dhe fatkeqësisht, në qoftë se këta persona që janë të mbindjeshëm, në vegjëli abuzohen emocionalisht, shfaqin lehtësisht çrregullime emocionale siç është ankthi, depresioni, perfeksionizmi, vetkritika etj. etj. Nuk duhet të bëhemi ne si prindër fajtor. Pse? Sepse nuk dinim se çfarë ishte mbindjeshmëria. Ose të paktën në qoftë se ti sot je në një moshë madhore dhe po e dëgjon këtë video dhe po reflekton, wow, edhe unë kur isha i vogël isha i tillë, por dikush që ndoshta të ka rritur nuk e ka respektuar kufirin tënd emocional. Dhe ti sot po vuan në një lloj forme diçka të ngjashme si këto që sapo përmenda pak më parë, atëherë ke një sqarim. Edhe për ty ky video është ndihmues. Dhe ndoshta ti je i prindi sot që do ndihmosh fëmijën tënd që nesër të jetë ndryshe. Okej? Ky video është thelbësor edhe për mësuesit. Pse? Sepse gjatë ditës fëmijët janë në shkollë. Dhe nëse ky fëmijë mbi ngarkohet emocionalisht lehtë, lodhet nga zhurmat, ka nevojë shpeshherë për pushime, bllokohet nën presion, atëherë mësuesi duhet të jetë i ndërgjegjshëm që ky fëmijë pas ka një limit. Dhe unë do stopoj. Jo sepse nuk është i zgjuar, por sepse është i ndjeshëm. Ju ftoj tani që mos ta zgjasim shumë, ju prindër të shikoni testin sipas Aron, testi i mbindjeshmërisë tek fëmijët. Do lexoni deklaratat e mëposhtme dhe do mendoni nëse përputhen me sjelljen e fëmijës tuaj. Ju e njihni fëmijën tuaj më mirë se kushdo dhe janë 23 pyetje. Atëherë, do vazhdojmë. Fëmia im trembet lehtë ose reagon shpesh ndaj surprizave. Fëmia im është shumë i ndjeshëm ndaj rrobave që kruajnë etiketat çorape me qepje. Edhe këto gjëra i bezdisin. Fëmia im nuk i pëlqejnë ndryshimet e papritura. 4. Reagon më mirë ndaj qortimit të butë sesa ndaj një kritike të ashpër. Fëmia im ka fjalor të pasur dhe komunikon më pjekur se moshatarët. Fëmia im duket sikur lexon fytyrat, tonin e zërit dhe emocionet e të tjerëve. Fëmia im është i ndjeshëm ndaj aromave, shijeve ose dritave të forta. Fëmia im ka sens humori fin dhe vëren nuanca që të tjerët nuk i kapin. Fëmia im është shumë empatik dhe preket lehtë nga ndjenjat e të tjerëve. Fëmia ime ka të vështirë të flej pas një dite me shumë ngjarje ose emocione. Do përgjigjeni po ose jo? 11. Fëmijën time shqetëson shumë ndryshimi i rutinës. 12. Nuk i duron dot rrobat e lagura, të ndotura ose të pakëndshme. Fëmia im bën shumë pyetje dhe kërkon shpjegime të detajuara. Ata fëmijët që pse, po kjo. Fëmia im ka tendencë drejt perfeksionizmit. Fëmia im vëren me njëherë kur dikush është i trishtuar ose i tensionuar. Nënën, babain, motrën, vllajin, e vërej. Shpeshherë nënat që fshehin emocionet e tyre, fëmijët i ndjejnë. Sidomos ata që janë të mbindjeshëm. 16. Preferon lojrat e qeta dhe aktivitetet me më pak zhurmë. 17. Bën pyetje të thella, filozofike ose emocionale. 18. Është shumë i ndjeshëm ndaj dhimbjes fizike. 19. Shqetësohet nga zhurmat, turmat, ambientet e mbingarkuara. 20. Vëren detaje të vogla që shumica nuk i shikon. 21. Mendon për rrezikun para se të marrim një hap ose vendim. Po sikur të ndodhi kjo mami, po sikur të ndodhi kjo babi, po sikur kështu, etj. etj. Fëmia im performon më mirë kur ndihet i sigurt dhe pa shumë njerëz rreth tij. Ka fëmijë për shembull që pavarësisht se e din shumë mirë poezinë përmendesh,
nuk e lexojnë dot para klasës, nuk e thon dot përmendesh para klasës. 23 fëmia im ka botë të pasur emocionale dhe fantazi të zhvilluar. Rezultati është shumë i thjeshtë, mbi 13 deklarata, pra mbi 13 po, do të thotë që fëmia juaj është i mbi ndjeshëm. Dakord? Duhet të kuptoni që ky test nuk është diagnostik, por është test ndërgjegjësimi, që ju si prindër të kuptoni më mirë botën e fëmijës tuaj, mos ta keq interpretoni dhe t'i ofroni mbështetjen e duhur emocionale. Ta zmodhoj pak imazhin tim. Dhe fjalia e fundit për ta mbyllur, mos ta zgjasim shumë. Sa më mirë ta kuptojmë fëmijën ton, aq më shumë e mbrojmë dhe e rrisim të fortë nga brenda. Ju përshëndes dhe ju ftoj që ta bëni follow në YouTube. Ti shpërndani videot, kemi edhe video të tjera, mos harroni të shikoni videon adoleshenca, depresionit tek adoleshentët si duket, e shumë video të tjera që kemi në YouTube. Ju përshëndes.